Nga Dr. Google, ku shpesh qytetarët arrinin në diagnozë të gabuar duke ju referuar informacioneve në internet, tashmë qasja ka ndryshuar dhe për këtë një ndikim shumë të madh ka luajtur inteligjenca artificiale. Mjeku Qamil Dika tregon edhe diferencat mes këtyre dy elementeve të ofruar nga teknologjia në periudha të ndryshme kohore dhe mekanizma të ndryshme funksioni. Megjithatë, thekson se nuk zëvendësoj në rolin e mjekut. Nëse ChatGPT i orienton pacientët që kjo është një urgjencë mjekësore, ata këtë gjë e vlerësojnë në mënyrë të menjëhershme dhe gjithmonë marrin kontakt me mjekun e tyre të besueshëm. Në këtë pikpamje, alerti që ofron këto platforma të inteligjencës artificiale janë deri diku signifikative, ndërkohë që Google ishte një brez ndoshta dhe përdorimi masiv i këtyre elementeve nga ana e një brezi të para një dekade, më pak të informuar, kështu që në këtë pikpamje jemi në një brez ku ndikimi i përdorimit të teknologjisë është kaq i lartë dhe sigurisht që platformat e inteligjencës artificiale janë bërë një mjet komunikimi i pazëvendësueshëm dhe një mjet orientimi për çdo sektor të jetës dhe shumë ndikues pa diskutime edhe për çështjet mjekësore dhe ato shëndetësore në përgjithësi. Empatia që krijon mjeku dhe edukimi dhe sigurisht eksperienca në vlerësim të simptomave që ka qytetari apo pacienti i tij janë të pazëvendësueshme, të paktën nga niveli i zhvillimit i deri tanishëm të platformave të inteligjencës artificiale. Megjithatë, Dika ngre edhe një element tjetër që ka të bëjë me diagnozat e gabuara, që shpesh mund të vinë nga mjekët dhe qytetarët sot e kanë lehtësisht të verifikueshme nëse diagnoza ose medikamentet janë të duhurat. Kemi një element shumë të rëndësishëm që është sfidimi i njohurive, aftësive dhe përgatitjes së mjekëve në tërësi në raport me konsultën që i ofrojnë pacientit e tyre, diagnozën, sepse shpesh herë mjekët janë të vetëdijshëm që receta e tyre, raporti i vizitës e tyre, me njëherë sa të bjerë në duart e pacientit, ai do t'i paraqitet përmes një fotoje inteligjencës artificiale dhe kjo mund të nxjisi një reagim më së paku, një rivlerësim, një humbje besimi, por shpesh herë edhe një çështje ligjore e cila mund të vijë si pasojë e një diagnostikimi të gabuar. Besueshmëria ndaj mjekut duhet së paku të jetë e plot dhe sepse ata janë të edukuar, të strukturuar në raport me diagnostikimi që kanë bërë qytetarit. Edhe vetë mjekët sot po përdorin gjithnjë e më shumë mjetet e ofruara nga inteligjenca artificiale, qoftë si konsultim, por edhe të implementuara në pajisje të ndryshme mjekësore.